Nënkryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës, Dorian Teliti, tha se këshilltarët opozitar kanë kërkuar që me përfundimin e afatit 3 mujor të mungesës së Erion Veliajt në krye të detyrës, të mblidhet një seancë për të diskutuar fatin e kryetarit të bashkisë dhe për të kaluar më pas në një proces votimi. Teliti u shpreh se Bashkia e Tiranës prej 5 muajsh po drejtohet nga një person i cili nuk ka kaluar nëpërmjet votës së qytetarëve për të fituar besimin e tyre. Teliti ngriti akuza se në këto 5 muaj ka ndodhur shumë ndryshime brenda institucionit pa marrë një mandat nga publiku. Bashkia e Tiranës prej 5 muajsh po drejtohet nga një person i cili nuk ka kaluar nëpërmjet votës së qytetarëve për të fituar besimin e tyre. Pavarësisht kundërshtimeve tona për zgjedhjet e vitit 2023, konkretisht për zgjedhjet e 14 majit, ku është faktuar se banda 5D bëri ligjin dhe mori votat për t'i dhënë Veliajt mandatin e tretë, Veliaj pavarësisht këtij diskursi dhe situatës së kontestuar, përfundimisht u shpall kryetari i Bashkisë së Tiranës. De jure votat u blen dhe ai nuk e meritonte mandatin e tretë, por ai doli si kryetari i bashkisë. Ndërkohë, zonja në fjalë, Andoel Aristani, nënkryetare e Bashkisë së Tiranës, është duke drejtuar bashkinë, pa qenë e votuar nga qytetarët e Tiranës. Ajo ka ndryshuar gjithçka nga brenda stafin, ekipet dhe strukturat pa marrë një mandat nga publiku. Legjislacioni shqiptar e thot qartë, nëse kryetari i bashkisë mungon për më shumë se 3 muaj, ekziston e drejta për ta shkarkuar atë nga detyra, duke i propozuar Këshillit të Ministrave kërkesën për shkarkim. Ne si këshilltar opozitar kemi kërkuar që me përfundimin e afatit 3 mujor të mungesës së Veliajt në krye të detyrës, Këshilli Bashkiak të mblidhet në një seancë për të diskutuar fatin e kryetarit të bashkisë dhe për të kaluar më pas në një proces votimi. Që ta dim ne dhe qytetarët e Tiranës, edhe nëse nuk duan ta shkarkojnë Erion Veliajn, të paktën qytetarët ta dinë se ky është qëndrimi zyrtar i Partisë Socialiste, jo të fshihen pas preteksteve të ndryshme. Tha ndër të tjera Teliti, ndërsa shtoi se Tirana nuk mund të menaxhohet nga një person që nuk është mandatuar për ta drejtuar, duke nënkuptuar këtu Andoel Aristanin, e cila prej 5 muajsh është kryetare komanduar e Bashkisë së Tiranës, pasi Veliaj ndodhet në paraburgimin e Durrësit i akuzuar për disa vepra të rënda penale.